Bismillahirrahmanirrahim. Në fakt, kur dalim në to ledhje kështu, shikojmë dhe meditojmë rreth mirësive të Allahu subhanahu wa taala që ne ka dhënë bukurive të kësaj bote. Dhe Allahu i lartësuar vetëm 1% të këtyre mirësive i ka dhënë në jetën e kësaj bote, ndërsa 99% i ka lënë për në xhenet, për robërit e tij të mirë. Siç thot Allahu në një hadith qudsi: "A'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Pa kam përgatitur për robërit e mi të mirë atë që syri se ka parë, as veshi se ka dëgjuar dhe as nuk i ka shkuar ndonjëherë në mendje. Kështu që neve kënaqemi kur vijmë vetëm me këto mirësitë e kësaj bote, para mendoje pastaj 99 mirësitë që Allah subhanahu wa taala i ka lënë për në xhenetet e mshueshme, për robërit e tij të mirë, robërit e tij të mirë, për ata që i falen atij, për ata që i përgjërohen atij. Lutim Allahun në bëj për tyre, të na fusë xhenetin. Amin.